who are watching this show tonight, they already know where I am. But for people who are not from Kosovo, I am at the hammam, that is the Turkish bath of Mehmet Pasha, do thot hammamin e Mehmet Pashas in Prizren. This is from the 16th century, before 1580. Nimi passionate, para nimi passionate është ndërtu. So it is in the style, this Turkish bath, of those Ottoman baths that were throughout the Ottoman Empire. First originally from the Roman model, which was a bit different, and then got adapted to the Ottoman style. And then was renovated in the 19th century, the late 19th century, after the Austrian domination and the Turkish, and in the middle of all that, there was a family that renovated this hammam. For many decades it was not working, but then after the war in Kosovo in 2000, it was kind of rediscovered and people were putting it together, after all the ruins that it had become, putting it together so it was functional again and using it for various different functions like a museum and gathering place and even a depot after the war here in Kosovo. But now it is a big project to renovate, and you will see inside how extraordinary this place is. To be inside a building from the 16th century, for me as an American, is quite extraordinary. And it was so civilized. You will hear how it was used, with a tea shop there and a mosque there and a library there, a very civilized part of the community experience. Come on, let's go inside. Si jeni mirë se ju gjetëm. A jeni mirë? Mirë, faleminderit. A jeni mirë ju? Mirë, mirë. Mas pari na kallzoni kush jeni, si quheni, prej nga jeni e tjera? Unë jam për Prizreni, që jam Jusuf Gjibo. Linë këtu? Po, këtu jam jone, edhe baba dhe gjysh. Krejt? Na jemi, po, Taman qytetar vjetë qytetare. Unë jam arkitekt, po kam kryer edhe arkeologjia 2 vjetë, kështu ekstra. Në Prishtinë? Prishtinë arkitekturë, në arkeologjinë në Tiranë kom kryer. Në Tiranë? Institutin arkeologjik, po, Tiranë, edhe punoj prej vitit 2000 në Institutin për mbrojtjen e monumenteve, ose çta që quhet Qendra Rajonale për trashëgimi kulturore. Në Prizren? Prizren, po. Okej. Përndryshe Prizreni ose Qendra Rajonale mbulon edhe 5 komuna tjera, do të thënë Dragashin, Ravecin, Terandën, ose Suareka që quhet, Malishevën edhe Mamush. Edhe ju jeni specialist për këtë vend, për hammamin? Unë jam përgjithësi për trashëgimi, po hammamin e kam si ma merak, ma shumë, edhe temën e masterit e kom pas për hammamet. Oh, well, we are speaking to the expert. Okay. Se që sa vjet jam në Kosovë, po shkojnë ma shumë në përkatun, disa herë edhe kam qenë në Prizren, edhe sa vjet kam dash me hi në këtë hammam, edhe me pa çka kam brenda, se është tamam një shembull i historisë, kuptohet, edhe një vend ku njerëz jo veç si hammam, po edhe si një vend ku njerëz janë blerë, institucion komunale, do thot një vend ku njerëz kanë ardhur. Do thot nisu prej fillimit me na kallzu ku jemi qtash. Na jemi hammamin e Gazi Mehmet Pashës. Gazi Mehmet Pasha ka ndërtuar një kompleks objektesh Prizren, të filluar prej hammamit, Xhamia Bayrakli që quajmë në atë lidhja Prizren, medresen, edhe 34 lokale, edhe tyrbën që e kam. Prizren. E vende tjera ka bu edhe në Leskovec xhamin, edhe në Leshan një xhami medresen. Ka objekte tjera në për qendra tjera. Veç ajo ka qenë si adet të automane, kur ka qenë hammam, ka qenë një farë kompleks. Si është fjallë? është një fjallë special për vendet lidhen së bashku. Kyllia, që kyllia turqisht. Yes, turqisht. Qish bjen shqip? Kompleks, kyllia është kompleks. Si është turqisht? Kyllie. Kyllire. Kyllije. Kyllije. Se edhe historia ndërtim të hammamit lidhet me këtë kyllije që po thëmë. Right. Do thotë është disa vendet së bashku me një kuptim. Se edhe në vendat tjera, po Prizren Mehmet Pasha nuk ka fillu mas pari hammam, mbas legjenda kjo, që tash nuk është 100% sakt.
edhe të ndërtu xhamin gjatë vizitës e ka pa që ai kryemjeshtri, do të thënë nuk ka qenë i angazhuar që duhet në hamam, edhe afrohet thot, a ka ndonjë problem pse s'po ec puna mirë këtu? Thot fal thot Adem Pasha, thot se nuk jam i pastër, do të thënë nuk mund të më la edhe nuk mund një vend shet me ndërtu pa qenë i lartë. Edhe ai kujtohet masani thot, a bën na me ndërprer punimet me njerë në xhami, njerë po nisim një hamam me ndërtu, edhe punëtor çdo mëngjes vinë njerë këtu lahen, masani shkojnë e ndërtojnë. Kjo hamami është çifte hamam. Çifte hamam është hamam dysh, ku dy gjinit kanë përdor njëjtin kohë hamamin. Kjo është hyrja për meshkuj, anën tjetër mrapa ajo derë nuk ka ekzistuar më herët, është hap më vonë, është hyrja veçantë për femra. Edhe ata kanë qenë fizikisht ndame. Kur në cilin vit është ndërtu? Hamami është ndërtu para vitit 1580, se 1580 është testamenti i Mehmet Pashës, edhe të Ervanti Kuqa kalon. Po besohet që është 1567 do të me qenë, po masi nuk kemi sakt na marrim vetëm si orientim. Po e sigurt është para 1580 është e sigurt. Edhe këtu duhet masi përmendet i gjinit, femra, socializim, duhet me përmend se shekullin 15 nuk ka pas shumë diskriminim që thonë për femra, për mashkuj. Do të thënë hamam kanë dhënë drejtat edhe grave, edhe burrave. Do të munden me shku ata. Pjesën e vet, burrat normal pa u përzim me zveti. A është në njëjtin stil që është tash me shku në Istanbul? Afërsisht a kanë qenë në këtë stil? Po, këta janë hamamet periudhës Osmane, do të kanë këtë stil, po në parrim si funksion e kanë njësoj, po dallon për atin e romakeve. Se ata perandojës romake janë më të mëdhaja, edhe ata kanë qenë komplekset më të mëdhaja, ku atër hamamit kanë qenë bibliotekat, kanë qenë hapësira për sport, për aktivitete. Sa të civilizuar kanë Po. qenë. E këtu është më ndryshe. Përveç dallimi tjetër është edhe se hamamet Osmane ose botës islame nuk ka piscina. Do të thënë këtu janë la të der ujin mbi trup. Edhe uji ka shku, ka vazhdu. Do të nuk ka bazen, jo piscin nuk ka. Piscin ka po vetëm ata hamamet ku përdorin ujin termomineral, po. Do të thënë ujin e nxehtë, e atër ai uji non stop rrjedh edhe kanë përdor për kurim. E këto hamamet zakonshme nuk kanë piscina. Jo, kjo është hapësira, po çta shkojmë atë pjesë. Kjo është hapësira hyrjes kryesore, është garderoba ose apodyterium që quhet latinisht si te. Do të thonë zhveshtore kur kanë ardhur, tu kanë teshat, tu ka pas edhe një galeri për shinë ato vrimat, ka pas edhe një balkon, edhe aty kanë qenë ato bokset për zhveshtore. Do kanë teshat, kanë merr ato peshte mallë që kanë pas. Ato vrimat që janë poshtë kanë qenë për kpuca, kanë vesh ato nallënat. I dinë ato prej drunit që janë po. Edhe janë bogati për me kalu pjesë. Kjo është fontana, po kjo fontana është se zakonisht katin e dytë, po, edhe kështu si çikisht me pushuaj zhurma, po edhe nat ka qenë si kafe çajtore. Se dimrit për shembull kur janë la, mos me dal më një herë jashtë se ftoft, mos më ftoft. Edhe kanë këtu kanë pi kafe, kanë bë mohabet, kanë bë biznes edhe mas një kohë edhe kanë dalë. Edhe ky ka qenë si një lloj edhe zhveshtor, po edhe si një lloj komunikim, si një lloj kafe çajtore ta quajmë ashtu. Sa mirë. E kur në cilin vit është mbështjell? Do thotë nuk ka punu një kohë gjatë ky vend. Hamami ka punu kjo pjesa, se ajo pjesa tjetër më herët ka qenë jashtë funksionit, ka punu deri luftën e dytë botërore. 1444 ka qenë funksion kjo pjesë. Kjo pjesa më. Masanej është mbyll ajo pjesa tjetër për femra që është kalojmë ndoshta edhe atë pjesën tjetër, o përdor si kombinat për punimin e qumshtit. Kanë bërë djarr, gjizë. Mas luftës dytë. Mas luftës dytë, 46-ën kanë bërë. Edhe kanë nërë ekspertët për fatë mirë atër, 56-ën, e kanë pa që është të mëtu mjaft ajo pjesë, edhe kanë dalu, kanë thënë, duhet urgentisht me largu, po, edhe kanë bërë një projekt për me restauru, me bërë galeri ose muze. Po kanë fillu, po asnjëherë nuk kanë përfundu, do të kanë hapë qëto dyrcen, kanë hek malterin pjesë, edhe për shkak fondeve, edhe nuk e di për shkak. Do thotë është met. Po, ka met ashtu, ka met ashtu. Mas vitit 1980-82,
Dhe nuk është punë asgjë dhe kam me si depo kam përdorë të komuna. E kur keni nisë me renovu për një E mas lutës fundit, mas vitit 2000, kanë qenë, mërtet mas pari këfori Gjerman, ka vendos disa profila aluminit për ndryqim, për me përdorë si galeri këtë pjesën tjetër. Edhe u kanë një organizat IRC me shoqatën e grave këtu kanë kosovare, kanë bërë një bashkëpunim edhe këtu kanë apë ekspozita gratë Kosovës kanë ekspozuar të punimet e veta dorës. Edhe qëllove, a janë original? Diçka këtu është original? Plaka? Ku po, këtë konstrukcion është, struktura është originale. Normal ato dritarë nuk janë original, kuptohë se janë. Kuptohë, veç ato arqet suvaja, këtë janë original, për që ato na se kemi hek, qësë sa u konë, vetëm kemi hek ato që s'kena mujtë me arrujt, edhe kemi majtë atë gjendën që shështë. Do të jemi të këshirë një kull prej vitit... 1567, ose para 1580, ma sigur taj. 16 vek, jemi të këshirë. Po, mjesi shekull 16. Se në Amerikë, po din që nuk jemi mësu me sende katë shatë. Po. Vjetër katë shumë. Po. Kjo është diçka për mu shumë interesant, në kanë me një vend që është prej 16 vek. Prej kësaj pjese, pjesa e ndërmjetme ose tepidarium, pjesa e vokt, prej këtu ka edhe pjesa e nëndyshemes, janë ato koridoret që se do në unë mujme hapo që këtu e shohim këtë pjesën tjetër kur kalem. Dhe kjo është pjesa për me adaptu trupin, se anë janë shumë dzet kaldariumi. Edhe mos me i me një, ka dikush edhe ata kardiak, mos e pas në një problem, kanë adaptu trupin, bile ka pak kanë edhe stefak. Edhe pjesa tjetër atë e majtë, kanë qenë pjesa për depilim. Ishte kjo është pjesa kryesore ku janë la, edhe që thash për fundi është kjo hipokausti. Në komplet janë koridoret ku ka qarkullu ajeri ngrohtë. E kanë dze edhe dyshemen, ajeri ngrohtë. Do thot edhe dimit edhe verës? Po, edhe verës, normal. Dhe mrapa, e kini po ato gjakin... Për nga uje, për nga është që uje. Uj. Uj, për nga është që... Po, është avulli, jo uj. Uj nuk ka për fundi. Se mrapa, kur kanë dhe zjarin, ajë tymin zet kanë dze ujin, uj ka qarkullu në për këto tuba, apo shini në për muret që janë, aty shihet ma mirë. E ajri ngrohtë kanë dze dyshemen edhe përmes mureve, janë o gjaqet, janë dze edhe muret edhe dyshemeja. E uj ka arë në për mjetë dy tubave, një për uj ftoft, një për uj nxehtë. Edhe ata ujin e kanë derë që si këtu. E kanë shu ujin e nxehtë edhe ujin e ftoft, o mush kjo vaska. Edhe me ato tas kanë derë mi trupin edhe janë ullë këtu. Po, janë ullë qëtu. Kanë adaptu ujin edhe... Ose nxehtë ose ftoft. Po jo, po kjo nxehtë, po e adaptojnë, sa donë, të kjo mushet me ujë se s'ka, përshë nuk ka kullus, do të këpo si një... Do të bëjnë një kombinim që kanë... Po, qysh kanë nevoj, dikush ma shumë ma nxehtë, po. Pak ma nxehtë, pak ma ftoft. Edhe si tipologi, kjo është tipi ma i vjetëri, se për para Osmanët, kur kanë ardhë prej anat dullit, e kanë pa hamamet romake, që kanë qenë, ato kanë qenë rënoj, se mes romakve edhe Osmane u kona e periuda mes jetës, edhe ai nuk ka qenë shumë e popularizum larja në atë kohë, e dini. Shumë, do të thënë, nuk ka qenë e popularizum, edhe ata që kanë gjetë ato hamamet antike, kanë adaptu për mëllon. Edhe ka dalës të formu atë stilin e vetë, konceptin arkitektonik, edhe kjo është stilit kryqit brenda shkruar. Se kur shkruan nga nalta, përshë janë 4 cepe, edhe në qoshe janë 4 halvete. Këto janë ejvan, të latë apsirat qëtë, e këto mrapa janë ato dhomat e vogla, ma intime që u konë, dhe aty ka një familje, 2 vlazën, ose babe e birë, se janë. A ju në qenë që të? E kjo është që ta në gjybektash, ose platforma, ose kërthiza, dhe këtu është 3 njeri, që e telak me atë sapun edhe me lëkurën e adhis, e ka bo si një lloj masazhe, si që shquan këta që shkojnë për terapi, fizioterapi, një lloj fizioterapie, o përdor ma shumë. Edhe ajo është njësë si këta? Po, njësë do të janë, apo që janë 3, edhe hyrja pjesa është 4, edhe kemi 4 këto halvete
Këto janë dhomat e vogla, 3x3. Edhe këto janë si personale. Zaten edhe halvet do me thonë, halvet është mund vetë mund, të mund da prej grupit. Edhe e ka ma. Po, këtu kanë ma. Zaten këtu janë 2. Për 2 vetë kanë mund mulla, po ka mund edhe tjetër me netë. Edhe dimit edhe verës, edhe djeshtës, po nëzet. Bile pse janë, po bile s'kanë mund me shkel me kam se janë atë nallënat, a ke pas se kanë themrat e larta për mos me djek kamën. Po shumë nëzet, jo nëzet, po shumë nëzet të konë. E kjo është kapaki ku kanë kontrollu ujin prej depos ujit. Tu ka pas një kapak, edhe aty u musha e bazeni ujit. Që tham na unë dze, edhe o shpërnda në përgjë. Sa kalim atë anën tjetër, që se mundem me pa, ma detalisht. Dhe ju qash keni shti rrën këtu? Na kemi shti për se në projekt është para pa që ky objekt mu bo muzej hamamit. Po, kur bo taj koncepti... Unë më kam kryetore Prizrenit, kisha thënë, hajde po bëjmë një hamam që funksionon. Edhe thëmë, hajde po shkem hamam. Jo, na kena... Shumë atrakcion si hamam e vërtet si muzeu. Beso. To gypat nuk janë original shekullit 16, po këto janë mes 2 luftave botërore, vite 30-a. Do të 100 vjetë? Po, 100 vjetë për afërsi. Se original janë ceramikës, na ku shkojmë ande e shojmë, atë janë original janë prej ceramikës, këto kanë përdor atë mes 2 luftave botërore. Amerikanët ndoshta po mendojnë që në këta Turkish baths, ne po koncepti është që njerëz po hinë ujë. Po, mos harro që në fen islam njerëz nuk hinë ujë se konsiderohet pa pastër ujë. Do të ujë me rrjedh. Që se nuk rrjedh ujë po. Okay, so në vend me bëu çata e kanë bëu qysh. Ata kanë bëu këto vaskat edhe ujin kanë der përmit trup. E këto banjat romake që tham, ata kanë pas piscina, edhe janë në pishin edhe janë la. Do të romak shumë më ndryshe ka qenë. Po, ka qenë procedura pak më ndryshe, edhe ata nuk kanë pas sapun, se nuk ka përdor sapun romak, kanë përdor një përzirje plunit vulkanik, u kanë plun hiri, po vaj, edhe do sende, edhe kanë lyt trupin, edhe kanë pas të triglit, kanë qëtë edhe kanë pas trupin në ato. Edhe në fund, që ma karakteristika ata masi që janë la të poret, janë hapë, kupto për nëzitit. Edhe në fund, para se me dalë, ka një pishin më i ftoft, që trupi lëkura më të kur, më po kështu e lanë. Edhe masë ne po mihesh si njeri i ri. Po, si i ri, po, qashtu, i ri lindë. So, do të kjo për një me ka ndryshime madhe nga... Po, ka ndryshime koncept, po. Edhe plus, amamet kanë qenë edhe si objekt, që thamë për... kanë zgjidhur një problem social se kanë qenë me pagesë. Për shembull, ato romake zakonisht kanë qenë pa pagesë ose shumë dur. Tu kanë pagu. Dokumente historike. Po, kanë pagu se hamamet, hanet ose dyqanet prej këtyre pareve kanë pagu tazo Mehmet Pasha me dresen e vet, me pagu nxansat, o gjallat, spitalet, me bura. Do thon prej profitabil kanë mbulur një institucion jo profitabil. Të gjithë automane. Po, nuk ka pas hamam pa. Nuk e di unë s'pa kusht ka qenë një farë klasë njerëzve që kanë hiç që kanë pas parë. Po nuk ka shumë shtret, po ti munden me pyet për shembull pse kanë ardhur hamam kur ata kanë pas shtëpi hamamxhik. E din hamamxhik që kanë se. Hamamxhik, ne. Shumë i civilizuar me pas hamamxhik. Po brenda dhomës, po. Brenda dhomës me mujt. Për shembull nuset me mëngjes çohet edhe mundet mulla. Po veç ajo është mulla, jo WC, që është dallimi. Se te shtëpit nuk ka WC brenda, janë jashtë. Edhe këtu nuk ka pas WC, ajo kanë për depilim, po, kanë për mulla. Kam përjetuar atë. E këto hamame kanë qenë më shumë se hamamet janë ndërtu afër tregjeve, edhe quhen si çarshia hamam. Se këtu kanë çarshia e drithit. U kanë edhe tregtar ku kanë ardhur prej Tetovës, prej Kamosit. Kanë udhëtuar lart. Po dhe kanë udhëtuar edhe ata kanë mund brenda ditës më kthy edhe kanë bujt në han ose diku tjetër, edhe u dashmu pastru edhe kanë ardhur
Do thot ka qenë për të gjithë. Për të gjithë. Ata mamet perandorake janë brenda Sarajeva, aty ajo është tjetër madhe. Po këta janë amamet publike, janë amamet për gjithë. Veç hamam qik të dhoma, është shumë se një mirë, se njerët nuk duhet me shku. Po medaljash, po. Ajo është shumë menqëri. Unë kam bri ato. Se kjo pjesa nuk o përfundo, po ala ka punë që thamë, edhe as pranimi teknik nuk o bërë. E qëtash, këtu on plan me projektin e vjetër më bo qaj balkoni që thamë e rindërtu, se thamë këtu nuk ka shumë sende originale, muret janë, po nuk ka kurna, nuk ka këtë sende, dhe thamë me bo multikulturor, me bo si një loj qajtore, kafe, ati me bo artizanat, këto zeje që ka munden me shqit. Qysh kanë qenë për para? Po. E masanej na petë propozum se variantin e parë me mujtë me bo hamam, më përdor tu mu la, shukon që po të qinë Turqi. Kjo është garderoba bot njësoj, se gjemja bot për tokës, pastaj kalem këtë pjesën e vokt të pidarium, që thamë me adaptu trupin. A jemi tash në Pjesën për femrave, po, se është paralel, që ajo pjesat, na jemi paralel. Paralel. Po, ajo pjesa lindore, pjesa për mashkull, ka pjesa perëndimore është për femra. Edhe hyrjen e pat që është ma diskret, që mos me pa shumë prej rrugës kryesore, mos me ranë. Edhe kjo është pjesa e kalldarrimit ose pjesa e nxehtë që dallon, do të thotë këtu nuk kemi për masazh atë tetkanshin ose atë platformën. Gratë kanë dash masazh këta? Po janë tu çta kush më bën masazh grave, sta burra. Jo, edhe gratë kam pas masazh, edhe ata nuk kanë qëtë telak, po janë qëtë natër, kam pas po termini, po kjo amam nuk ka atë masazh, atë pjesën, edhe është koncepti ma ndryshe, këtu kemi 3 halë vete, që nuk janë simetrik, edhe janë 3, nisoj këto privatësi që tha, edhe këto tubat e ceramikës, ose që këtu munden një me pa, që janë original, që ne janë konë mes 2 luta e botërore. Të përmi derë është data e renovimit që tamë qekojnë 19, nga nga e familjes Rotlaj. Dhe në këtu shkun që këtë objekt kanë renovu vëllezrit Mahmut edhe Emin Pasha, vit e Tahir Pashës, djemt e Tahir Pashës. Edhe viti është 1249 Hijri. Isa kure konverton këtë kalendarin ton, dhe 1833. Muaj Muharram. E Emin Pasha për ndryshe që thamë këtu që kanë renovu, këtu mrapa Hamamit, pjesën veriore, është xhamia e vetë që kanë ndërtu Prizren. Të thënë xhamia Emin Pashës. A pse në arabisht kanë shkru? Osmanisht, shtukon shkrimi Osman. Që shtu kanë shkru Po, në qëtë? çdo kanë shkru. Po, deri që konë 20, shtu kanë përdorë.